Ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës kanë reaguar pas lajmit të një dite më parë të realizuar në televizionin 6+1 Vlora. Ndërmarrja e gjelbërimit në varësi të Bashkisë së Qytetit ka nisur prej mëngjesit të erët të kësaj denjteje, një aksion të përgjithshëm për krahasitjen e degëve të pemëve në disa prej segmenteve rrugore. Ky reagim vjen pas një situate problematike të shkaktuar në qytet për shkak edhe të gjendjes aktuale të hapësirave të gjelbëruara, të cilat ishin kthyer në pengesë për qarkullimin rrugor. Kjo për shkak se shumë prej degëve të pemës, por edhe gjetheve, mbulonin totalisht sinjalistikën vertikale rrugore, duke u bërë të padallueshme për drejtuesit e automjeteve. Degët e pemës kishin mbuluar totalisht sinjalistikën rrugore vertikale, duke bërë që situata të kthehej në problem burim aksidenti për drejtuesit e mjeteve dhe veçanërisht për kalimtarët. Pikërisht, aksioni kësaj denjteje i ndërmarrjes së gjelbërimit është përqendruar në këto segmente rrugore ku situata ka qenë edhe më problematike. Segmente rrugore këto, si rruga e Unazës së Madhe të qytetit, e cila të çon nga Bishti i Kallëdhrëmit në drejtim të ujit të ftohtë, por edhe në aksin transballkanike. Vlen të theksohet fakti që prej qytetarëve të Vlorës dhe jo vetëm kërkohet që ky aksion të vazhdojë edhe më tej. Kjo pasi shumë prej segmenteve të tjera rrugore të qytetit vazhdojnë në të tillë gjendje. Përmendim këtu disa zona në bulevardin Ismail Qemali, por edhe në rrugën e cila të çon në drejtim të hyrjes së qytetit, që njihet si rruga e re. Edhe aty situata është e njëjtë, ku sinjalistika rrugore vertikale është e mbuluar totalisht nga degët dhe gjethet e pemës. Ndaj kërkohet me tepër rëndësi që ky aksion i pastrimit, por edhe krahasitjes së degëve, të vazhdojë edhe më tej, duke ushtrirë në të gjitha segmentet rrugore në brendësi të qytetit të Vlorës dhe jo vetëm.